Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. E papritur, Brikena konfirmon ndarjen nga Mateo. Një nga çiftet më të ndjekurat e edicionit të 5 të Bigut, Brikena dhe Mateo, duket se po kalojnë një moment jo të mirë në marrëdhënien e tyre. Pas një rrugtimi plot emocione brenda shtëpisë dhe momenteve të bukura që ndan me publikun, zhvillimet e fundit jashtë tregojnë se gjërat mund të kenë marrë një drejtim tjetër. Të dy kanë zgjedhur të heqin të gjitha fotografitë dhe postimet e përbashkëta nga profilet e tyre në rrjetet sociale. Një lëvizje kjo që zakonisht ngre pikpyetje të natyrshme për statusin e lidhjes. Për t'i bërë gjërat edhe më të qarta rreth situatës së tyre aktuale, Brikena ka ndarë me ndjekësit një imazh mjaft melankolik në Insta Story. Gjatë një udhëtimi me makinë, ajo ka postuar një peizazh nga dritarja, të shoqëruar me një emoj me zemër të thyer. Pas një fjalë të tepërt, ky detaj mjafton për të treguar se modelja po kalon një moment as pak të lehtë emocional. Ajo që e bën këtë situatë paksa konfuze për fansat është koha e shkurtër në të cilën kanë ndryshuar gjërat. Vetëm parmbrëm gjithçka duke i qetë, Briki madje publikoi një foto në krah të nënës së Mateos, duke i quajtur atë publikisht mbretëresh. Gjë që tregonte për një raport shumë të ngrohtë me familjen e tij. Të kalosh nga një moment i tillë afrimitetit e fshirja e fotove dhe zemrat e thyera brenda një kohe kaq të shkurtër, tregon se diçka specifike mund të ketë ndodhur mes dyshes. Mbetet për të parë nëse bëhet fjala thjesht për një zëng kalimtare të momentit, apo nëse ky është vërtet një vendim përfundimtar për rrugtimin e tyre si çift.